Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni tension të lartë të gjakut, këtë ushqim nuk duhet të hani kurrë. Krahas marrjes së terapisë, shtypja e gjakut mund të rregullohet edhe me ushqim të drejtë. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni këtë ushqim nëse keni shtypje të lartë të gjakut. Prodhime të mishrave të terur. Këto prodhime të shijshme mund të jenë një bombë e vërtet natriumi. Vetë përgatitja e këtij mishi kërkon shtesë goxha të madhe kripe. Ushqimi i cili përmban përqindje të lartë të kripës janë prodhimet e mishrave të terura, picat e ngrira dhe gjithashtu lëngjet e blera nga pemët dhe perimet dhe gjithashtu prodhimet apo domatet e konservuara. Gjithashtu picat e ngrira. Edhe vetë përbërësit e picës përmbajnë kripë, brumë, djathë, salcë domateje, prodhime mishrash të terur. Mirë po, prodhuesit i shtojnë edhe më shumë kripë këtij specialiteti të shijshëm para ngrirjes në mënyrë që të ruajnë shijen. Tranguj turshi. Konservimi i ushqimit nënkupton edhe shtesë kripe. Mirë po, kripa e tepërt nga trangujt e zakonshëm mundet të bëjë sfungjer për natrium. Sa më gjatë që të qëndrojë në perimet në lëng të mielët, aq më shumë do ta thithin kripën. Domatet nga konserva. Prodhimet siç janë salca e domateve, salca për brumra apo konserva përmbajnë mjaft kripë. Vetëm një filxhan i këtyre prodhimeve mundet që të përmbajë gjithashtu deri në 600 mg natrium. Sheqeri. Siç e dini me siguri, konsumimi i shtuar i sheqerit mundet të çojë në shtim peshe dhe në probleme të shumta shëndetësore. Gjithashtu, persona të cilët janë me mbipeshë u ekspozohen më shumë rrezikut nga ngritja e presionit të gjakut. Ekspertët rekomandojnë konsumin ditor dhe më së shumti 9 lugë të vogla sheqer. Lëkura e pulës dhe ushqimi i përpunuar. Personat me hipertension do të duhet të shmangen yndyrave të ngopura, andaj nuk u rekomandohet personave të cilët vuajnë nga shtypja e lartë e gjakut. Kafja. Kjo pije zezë mundet gjithashtu që të shkaktojë ngritje të shpejtë të shtypjes së gjakut. Nuk është kafja i vetmi fajtor për ngritjen të shtypjes së gjakut, por edhe të gjitha pijet të cilat përmbajnë kafeinë, siç janë pijet e gazuara dhe çaji. Alkooli. Sasia e vogël e alkoolit mundet gjithashtu që të ulë shtypjen e gjakut, mirë po sasia e tepruar e tij mundet që të shkaktojë hipertension. Sekreti i shëndetit të mirë vërtet është në kujdes. Ul tensionin e lartë të gjakut. Kjo është receta natyrale që duhet ta përgatisni. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mundet të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime të cilat gjenden lehtësisht në dollapin e kuzhinës. Pas përdorimit do të vëreni edhe efikasitetin e tyre të lartë. Çfarë ju duhet? Një majlugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle, një gotë ujë. Çfarë duhet të bëni? Uthullën dhe sodën i trisni mirë tek gota e ujit. Konsumojeni 2 herë në ditë për rezultate më të mira. Njihuni me ushqimet për të mbajtur tensionin nën kontroll. Një nga këshillat më të vyera që mund të jap një mjek kundër uljes së tensionit është zgjimi i një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Ky i fundit përbëhet nga fruta dhe perime, drithra të plota, peshk, shpend, legume, arror dhe produkte bulmeti me pak yndyrë. Barishtet. Sipas të dhënave, konsumimi i kripës rrit etjen dhe bashkë me të edhe tensionin e gjakut. Ju duhet të hani sa më shumë barishte si spinaçi, brokoli apo lakra,
për të marrë më shumë kalium. Ky mineral largon kripën e tepërt nga organizmi dhe qetëson enët e gjakut. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit janë të pasura me përbërës natyral që lehtësojnë punën e enëve të gjakut. Këto përbërës i zgjerojnë ato dhe qarkullimi i gjakut është më i lehtë. Kosti. Kosti me pak yndyrë ofron shumë kalcium për organizmin. Ai qetëson enët e gjakut dhe i qetëson ato kur nevojitet. Peshku, salmoni, sardelet dhe skumbria janë të pasura me acide yndyrore omega 3 sipas informacioneve. Këto acide përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe ulin tensionin e gjakut. Farat. Farat e linit, të kungullit apo të lulediellit munden që të përfshihen në sallata, kost apo tërshër. Ato janë shumë të mira për tensionin e gjakut sepse përmbajnë magnez. Tërshëra. Ky dritë është i pasur me fibër që mban tensionin tuaj të gjakut nën kontroll. Për më tepër, tërshëra rekomandohet edhe kundër mbipeshës. Panxari. Pirja e 2 gotave me lëng panxari dhe molle e ul tensionin sistolik të gjakut në pak orë. Panxari dhe gjethet e tij janë të pasura edhe me kalium dhe gjithashtu një mineral tepër të dobishëm për zemrën. Hudhra. Përbërësit natyral të hudhrës zgjerojnë enët e gjakut dhe e ndihmojnë zemrën që të kryejë detyrën e saj. Hudhra është shumë e mirë për uljen e tensionit të gjakut. Fistikët. Këto aror janë plot me yndyrra tepër të shëndetshme që i bëjnë mirë zemrës tuaj. Fistikët janë gjithashtu shumë efikas në uljen e tensionit të gjakut. Shega. Lëngu i shegës është i pasur gjithashtu edhe me fibër dhe shumë minerale të cilat mbajnë nën fre tensionin e gjakut. Ky frut është plot e përplot me antioksidant që ruajnë elasticitetin e enëve të gjakut. Përdorimi i përditshëm i vajit të ullirit është një zgjidhje e mençur në dobi të shëndetit. Legumet, qiqërat, thjerrzat, fasulet ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut, për më tepër ato janë të pasura me fibër dhe shmangin sëmundjet koronare. Çokolata e zezë. Çokolata e zezë përmban antioksidant të cilët zgjerojnë enët e gjakut. Në këtë mënyrë ato ulin rrezikun e tensionit të lartë të gjakut dhe gjithashtu mbrojnë zemrën. Masa shtesë kundër tensionit të gjakut. Përpos regjimit të shëndetshëm, njeriu duhet që të humbas pesh, të kryej aktivitet fizik dhe të marrë medikamente të cilat të rekomandohen nga mjeku. Shumica e sëmundjeve, në veçanti kolesteroli i lartë i gjakut apo problemet me trigliceridet, lidhen me faktin e një diete të pashëndetshme, dhe nëse vuani nga këto sëmundje, duhet të bëni stërvitje të rregullt dhe të mbani një dietë të shëndetshme. Përbërësit që do t'ju duhen për këtë recetë janë një thelpi hudhër, gjysmë gote lëng limoni, gjysmë lugë çaj pluhur xhenxhefil, një lugë çaj uthull molle, një lugë çaj mjaltë i papërpunuar. Përzieni të gjithë përbërësit së bashku dhe vendoseni në një kavanoz qelçi. Konsumoni nga një lugë të përzierjes çdo ditë para çdo vakti. Ju mund të tresni një lugë të përzierjes edhe në një gotë ujë të vakët dhe ta pini. Përfitimet shëndetësore. Hudhra ul nivelin e triglicerideve, kolesterolit, nivelin e lartë të sheqerit në gjak e të tjerë. Xhenxhefili dhe uthulla e mollës janë dy përbërës shumë të mirë në eliminimin e këtyre problemeve shëndetësore. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.